Kura natyrale me vaj ulliri dhe kamomil që po habit edhe mjekët me efektin që ka. Kamomili është një bimë e cila që në lashtësi është përdorur për të trajtuar komplikacione nga më të ndryshmet. Vetit janë të shumta duke nisur nga problemet e lëkurës deri te pastrimi i enëve të gjakut. Një studim i ri të cilit i referohemi sipas Healthy Life sugjeron se kamomili mund të parandalojë rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Diçka e tillë ndihmon në parandalimin dhe lehtësimin e komplikacioneve që sjell edhe sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues, por edhe për të luftuar ankthin dhe stresin. Në këtë video do ju sjellim një recetë me 2 përbërës që mund të gjendet fare lehtë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Vaji me lule kamomili ndihmon për qetësimin e sistemit kardiovaskular. Ai lehtëson qarkullimin e gjakut, e pastron atë nga ngurtësimet e qelizave të gjakut dhe përshpejton procesin e oksigjenimit. Por si të përgatisni vajin me lule kamomili? Për këtë recetë mund të përdorni lule kamomili të thara. Mund t'i blini në farmacit bimore ose të përdorni kamomil të freskët. Nëse përdorni kamomil të freskët, duhet të këpusni lulet nga pjesë të tjera të bimës. Në një kavanos të madh qelçi hidhni gjysmë litri vaj ulliri ekstra të pastër dhe më pas shtoni 3 deri në 4 lugë gjedhë të plota me lule kamomili. Këshillohet që me ndihmën e një luge të përzjeni përbërjen në mënyrë që lulet të jenë të zhytura plotësisht në vaj. Më pas e mbyllni kavanozin me kapak dhe duhet ta vendosni në një vend me dritë. Përbërjen do ta lini kështu për 2 javë dhe në këtë mënyrë lulet e kamomilit do të kenë lëshuar të gjitha enzimat e tyre tek vaji. Por si ta ruani kamomilin dhe ta konsumoni atë për më vonë? Pasi të kenë kaluar 2 javë, këshillohet lulet e kamomilit dhe vajin t'i hidhni në një enë tjetër qelçi. Këtë përbërje ruani në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet të konsumohet 1 lugë gjedhë esëll në mëngjes dhe të vazhdohet kështu derisa të ketë mbaruar e gjithë përbërja, e cila është shumë e rëndësishme të përdoret në dietën tuaj. Gjithmonë brenda normës së lejuar mund të japë rezultate fantastike. Kamomili është i njohur si një ilaç tradicional prej mijëra vitesh për të qetësuar ankthin dhe për të qetësuar dhimbjet e barkut. Ai është konsideruar gjithashtu si një bimë e sigurt që është përdorur në shumë kultura. Disa studime kanë siguruar se është gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë edhe për përfitime shëndetësore. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e vështirë të thuhet cilat janë përfitimet që vijnë nga secila bimë. Por është e parë se kamomili është përdorur si një ilaç bimor që ka lehtësuar shqetësimet e stomakut, urthit, të përzjera dhe të vjellat. Përzierjet me kamomili duket se ndihmojnë edhe kundër dhimbjeve të barkut. Shpërlarja e gojës me kamomil do të lehtësojë problemet e gojës të shkaktuar nga trajtime të ndryshme. Disa ulëntime kanë treguar se përfshirja e kamomilit në dietën tuaj do të japë rezultate fantastike në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Kamomili i freskët në formën e çajit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje natyrale për lehtësimin e komplikacioneve. Dhimbjet e barkut janë ndër komplikacione shëndetësore që ndoshta prekin organizmin dhe trupin e njeriut. Mjafton një ftohje ose viroze lehtë dhe dhimbjet e barkut bëhen menjëherë prezente, e madje ndonjëherë bëhen edhe të padurueshme, sidomos gjatë natës kur bëhet shkaku i pagjumësisë duke sjellë si pasojë edhe lodhje. Ndërrimi i mbajtjes së ngrohtë me kamomil mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Vetit të vepruese në kombinim me sodën e bukës gjithashtu do të jenë të larmishme. Përdorimet e kamomilit janë të gjëra, sipas Medical News Today do të rendisim disa prej tyre. Ai do të qetësojë sistemin tuaj nervor. Një studim i fundit ka zhvilluar kërkime shkencore në Universitetin e Pensilvanisë dhe ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulë nivelin e ankthit të personat e prekur prej tij. Kamomili mund të qetësojë edhe aparatin tuaj tretës. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të barkut, si dhe të lehtësojnë simptomat e zorrës së irrituar. Edhe pse mund të përdoren në mënyrë të këshillueshme, duhet të tregoheni të kujdesshëm, sidomos nëse keni aciditet të lartë. Vaji i kamomilit dhe kamomili mund të përdoren edhe në produkte kozmetike. Një ndër mënyrat që gjyshet tona kanë përdorur për të hapur ngjyrën e flokut është edhe kamomili.
Studime të shumta kanë evidentuar se kamomili rrit reflekset e dritës, çfarë shpjegon pse shampot përfshihen në mesin e përbërësve të produkteve të tyre edhe për të rritur relaksin e bjondeve të flokut. Ai ndihmon në irritimet e lëkurës. Për përdorimet e jashtme ai rekomandohet kundër problemeve me lëkurën, sidomos ekzema dhe largimin e skuqjeve të syve. Studime të shumta kanë treguar se lulja e kamomilit është efikase kundër këtyre problemeve, që shpjegon faktin se përdoren gjërësisht në produktet kozmetike. Kamomili redukton edhe problemet me ciklin. Vetët e kamomilit janë të shumta, mirë po veçanërisht sa i takon femrave duket se vjen më së shumti në ndihmë. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, shpjegohet se kamomili vepron si një qetësues kundër dhimbjeve të ciklit menstrual dhe inflamacionit. Kamomili ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira. Kohët e fundit, disa studime evidentojnë vetitë antiinflamatore të kamomilit. Studimet kanë treguar efektet pozitive të kamomilit në ndalimin e rritjes së qelizave të dëmshme. Kamomili është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit dhe bllokimit të rrufës. Çaji i kamomilit gjithashtu është një zgjedhje natyrale nëse jeni të sëmurë dhe doni të mbani larg infeksionet nga i ftohti ose sinushet. Studimet tregojnë se ekstraktet e kamomilit janë të dobishme në luftën kundër këtyre komplikacioneve dhe mbi të gjitha do t'i japin rezultate përkatëse pozitive edhe në mbrojtjen e imunitetit tuaj. Çaji i kamomilit është të përdorur prekohësh në trajtimin e pagjumësisë, por ullëtimet tregojnë se kjo bimë shumë e dobishme ndihmon gjithashtu edhe në zbutjen e ndjenjave të ankthit dhe është e mirë në ruajtjen e shëndetit të kockave. Kur pini një filxhan çaj kamomili pas darkës, mund të ndjeheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i ngrohtë aromatik që ju qetëson. Kamomili ka veti që ju ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, mbështesin shëndetin e kockave dhe lehtësojnë gjithashtu edhe problemin e dhimbjeve. Kamomili ndihmon me pagjumësinë. Çaji i kamomilit është të përdorur prekohësh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigeninë, e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate që u japin bimëve ngjyrën me bollëk të antioksidantëve dhe ndihmojnë në trupin të luftonit toksinat. Kamomili ruan shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen dhe të rriten. Gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë në periudhën ndaj osteoporozës, menopauzës dhe reduktimi i estrogjenit mund të shkaktojë humbjen e kockave. Kamomili lehtëson edhe ciklet menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre dhe çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për këtë efekt. Pjeta e ngrohtë dhe qetësuese mund të lehtësojë dhimbjen, megjithatë kamomili është më i mirë sepse sinergjiku dhe barishtet e tjera kanë efekte antispazmatike. Struktura kimike e kamomilit përmirëson aminoacidet që lehtësojnë edhe relaksin. Kamomili ndihmon gjithashtu edhe kundër ankthit. Kamomili është i mirë edhe kundër ankthit, kryesisht për shkak të efekteve të tyre në simptomat e kësaj gjendje, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar gjithashtu edhe një gjendje relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit siç është pagjumësia dhe gjithashtu edhe nervozizmi. Çaji, sidomos i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale gjithashtu edhe të qetësimeve shpirtërore. Gjithashtu, çaji i kamomilit mund të përdoret si një lehtësues kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Ai do të nxjisë gjithashtu edhe një gjumë më cilësor. Pini një filxhan çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese, largon shqetësimet dhe të lep pa gjumë. Apo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.